Policia ka zbardhur dinamikën e konfliktit të ndodhur mes ditën e dieshme në Lezhë, ku patën një sherr mes të rinjve. Ngjarja ka ndodhur më 11 prill, në orën 12:02 në qytetin e Lezhës, ku Fatjon Gjini dhe Ervin Nika kanë goditur me mjete të forta Redian Margjonaj, ku më pas Margjonaj bashkë me 3 shokët e tij kanë goditur me automjet Fatjon Gjinin dhe më pas e kanë goditur me mjete të forta, duke i shkaktuar dëmtime fizike. Gjini ka mbetur dëmtuar në pjesën e kokës dhe u dërguar për mjekim në spital. Lidhur me këtë sherr, policia bën me dije se ka arrestuar 2 persona dhe 4 të tjerë janë shpallur në kërkim. Në pra angazhuan Fatjon Gjini, 34 vjeç, për veprat penale, plagosje rënd me dashje, kryer në bashkëpunim, veprime që pengojnë zburimin e së vërtetës, prishje e qetësisë publike dhe deklarate rreme përpara oficerit të policisë gjyqësore. Dhe Ervin Nika, 37 vjeç, për veprat penale, plagosje rënd me dashje, kryer në bashkëpunim, veprime që pengojnë zburimin e së vërtetës dhe prishje e qetësisë publike. Policia e Lezhës fillon punën për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe për kapjen e personave të shpallur në kërkim.